Mbas 14 vjetëve. Dëgjom, atë ditë e para, burgu, në për burgjet cilat kam qenë unë, kanë qenë hapësirat larta kështu, do më thonë kanë qenë ka 4 metra këthinat, edhe dyrët e mëdhaja për të burgosur, si qenë si kazerma, ato kanë qenë lloj kazermave. Ajo kur dola fillimisht, më dukeshin shtëpitë e vogla. Të drejtë me ta thonë edhe nuk disha edhe me hec, se gjithmonë të mësu me hecën shkurt ashtu, do më thonë. Shkurt me kokë ulur i... Po, mandej ajo çka pash, unë dola 21 muaj pas çlirimit të Kosovës, do më thonë pas 12 qershorit 99 që i bie 21 muaj pas dola nga burgu, edhe ajo çka më pengoi mua, ato gërmodhat që kanë qenë pjesa dërmuese ishin ndërtuar, ishin larguar dhe kam qenë fanatik i madh që ato mos largohen, le të mbesin që gjeneratat e ardhshme të shohin ato se çka kanë bërë këtë vend. Edhe ne shqiptarët po them për 21 muaj kurse sot e kanë ndërtuar dhe pak vende kemi mu pa dhuna, masakra, djegjet, çka i ka bërë Serbia ndaj nesh, sepse sot edhe vajzave të mia kur i tregoj diçka i duket sikur ëndër, zbesojnë, por ndryshe kur ta shohin, e shohin e ndjen. 20 vjeçar dhe u ktheve 34. 34, po. Për 35. Po. U ktheve 34 si dola nga burgu. Ko shumë e gjatë, sa me kryu 4 fakulteta. Dëgjonem, janë do momente në burg që nuk i ndroj me ditët e lirisë. Kanë qenë qaste të mira ku kemi kaluar edhe me shok mirë, mandej unë burg jam formuar, se kam qenë fëmijë. Unë disa shok të cilët sot janë në vend e kyqe në politikë ose janë në pension tash, se disa ka qenë Januzaj, bile ka qenë kryetar me njerë pas luftës i Istogët. Në Istogë, po. Po, unë isha atëherë 21 vjeç kur shkova në Požarevc, ai ishte 28. 28. Edhe kur u pensionu i thash, o Januz, kur të kom njoft ty i ki pas 28. Ai ka dalë në pension tash. Po, një por shumë i mire, njaf. Po, një ko shumë e gjatë ka qenë, por fatlemsisht me ata shokëm kaluar mirë, dhe tani në burg kam lexuar shumë. E kisha pyetje të radhës. Arritet lexoje? Po. A lexoje literaturë që arrijet ta gjeja aty, apo të sillnin kështu nga edhe nga shtëpia më sillnin, por biblioteka e burgut Požarevc ka qenë shumë e pasur. Në bibliotekën e burgut Požarevc kam lexuar të gjitha autorët e huaj të cilët në Kosovë s'kan qenë përkthyer në gjuhën shqipe. Po. Autorët e mëdhej si kemi pas. Të mëdhej s'kan qenë. Unë edhe mas si kom dalë nga burgu, tani filloi kjo shtëpia butuse koha ti përkthente disa të cilët tonë për shembull i kisha lexuar. Ka herë. Ka herë kisha lexuar. Por edhe disa autorë serbe kam lexuar, edhe i lexoja që ti ta di se çka kanë edhe ata. Aja e mira ka qenë që me shokut kur lexonim gjithçka, filozofi, psikologji, romane ndoshta revolucionare që kanë qenë edhe tani komentonim. Një duhet ta them, në burgun e Zaječarit më kanë sjell libra të botuara në shtëpi botuese na infrashri Tiranë. Do të thonë në burg të Zaječarit. I ke gjetë. Nga shtëpia mi kanë sjell. Nga shtëpia ti kanë sjell. Që merr mi pas lexu jashtë kishin shtim burg. Edhe patën se aty ka qenë një 8 muaj kam qenë në Zaječar dhe me gardianët kaloj më mirë, i korruptova pagës edhe nuk mi shikonin se çfarë libra ka, çka ka, hiç kur gjë, biles nuk është më rëndësia është botuar në Prishtinë në Tiranë. Kalon të libri. Po kalon të libri. A kush viziton të më shumë? Nana po se po? Nëna më ka vizituar më shumë ti, motrat, i kam 5 motra. 5 motra, kemi qenë 4 vëllezër, tash jem 2 na kanë. 4 vëllezër e 5 motra. Po. A baba fix. Nam fëmijë. Edhe ata më vizitonin, motrat, vëllezërit, do të thonë Gëzimi dhe Flamuri, se Naimi pa të vdek, ata më kanë vizituar më rrallë,
se nona dhe frigohi t'i merë. Frigohi t'i merë në për Serbi, dhe ata me njëherë dollën në vitet e 90-ta e lshuan vende, sepse filluan t'i kërkojnë në shërbim ushtarak, edhe i qiti jashtë nëna, sot jetojnë jashtë, flamuri ka vdekur, po fëmija ti jetojnë në Norvegji, kurse gëzimi jeton në Holland. Në Holland. Po një ditë që të kam taku, kemi u thu bashkë për Zvicër, ku shkove? Isha me nusë në Zvicër dhe shkove të një miku jem. Kam pa që i ke taku edhe njerës e idealit të njëjtë. Është e kremja share, i cili është keq me shëndet. Bacën e krem. Që dorë trokasim pafun. Ate kam vizituar me nusën shumë në kredit dhe e pam që me shprej që do të bëj ma mirë, po jo bashkë. Dhe nona të kishtë thonë që ti ke me dalë edhe ka me të martu. Po. A të martoj nona o martove vetë? Ma ka njëllë nona. A ta ka njëllë nona? Ma ka njëllë. Ku e njohën në të tëmë? Familja ime me familjen e Azizit kanë mojtë kontakte. Në vazhdimësi? Në vazhdimësi kanë mojtë kontakte. Sidomos nusja ime tashtë me Lihatja, ajo duke udhëtuar Prizren, Prishtinë studime, tani shpesher e ka vizituar nonën time. Edhe tregon të nona, vjen një herë edhe unë i kisha edhe një 5 vjetë burg atëherë. I kisha edhe një 5 vjetë burg. Qika a i ke gjetë në ideal. A më di, jo në Sabile se kom gjetë. Ani edhe një 5 vjetë mu se gjoj. Edhe një 5 vjetë mu se gjoj. Edhe tani, dëgjëm, kur dola nga burgu, erdhen familja Azizit me një herë dhe të gjithë, të drejtë me të thënë e kam respektuar si motër të shokut. Apo kupton, po tani kontaktet e shpeshta e gjitha ato, lindje dhe dashuria dhe u martuam, filluam të bashkjetojmë, se s'kemi bërë as dasëm as gjë, sepse thuja se familjarët ende i kisha jashtën, kur së një bëjsha bashkë, s'mund bëheshim bashkë, sepse janë në shtetet të ndryshme të botës, edhe sot i kemi 3 vajza, të cilat janë 2 janë më të rritura, edhe kemi edhe një dritën të voglën, kështu që jetoj mirë. Si kanë emërat vajzat? Është Etleva, Era dhe Drita. Etleva, Era dhe Drita. Po. Bashkë me Milihatën, Eduard Rokasin, i përshëndesim shumë, i përqafojmë prej të. Absolutisht tash qëndrojnë pranë një shtylle, një idealisti që jeta e solli që t'ja bëj shërbimin më të mirat dheut. Po në ditët e luftës, ku ishe dhe si kalove? Në ditët e luftës kam qenë në Pozharevc. Të drejtë me të thënë, familja ime kushtet ekonomikisht i kishte të mira. Tani u rregulluan sepse vëllezërit jashtë atje, edhe në mënyrë ilegale më dërgonin para. Edhe i korruptoja gardianët. Aq keq ka qenë gjatë, jo vetëm gjatë bombardimeve, po të flasë 98-a dhe 99-a, bëhen ndonjë aksion, vritin ndonjë polis, ndonjë spion apo diçka tjetër, atje neve me njëherë ndryshon të disponimi i sërbëve atje. Tani njëherë më sulmuan, jo njëherë, 2 herë më kanë sulmuar bashkë më datë 3 shtatorë. Edhe kjo nuk është rësi. Ja. Nuk është rësi. E rikujtojnë. Po, që ka qenë do të kanë dashur ndoshta edhe të më likvidojnë, por më ka shpëtuar mua që kam qenë 20 vjet i dënuar dhe janë friguar të vinë sepse thonë që ky nuk jo rre, po na therr ose diçka tjetër, edhe më ka shpëtuar në jetë, sepse sinqerisht një njeri i cili është i dënuar 20 vjet, më shumë mos ka çka të dënojnë. Edhe me pas bën ndonjë vepër tjetër në bashkim veprave, prap ka qenë 20 vjet, sepse ligji atëherë ka qenë ashtu, s'ke mundur, tash ka ndryshuar, tash bën një vepër tjetër, ndoshta edhe mund të plakësh në burg, s'ndel fare, po atëherë me ligjin që ka qenë, me kushtetutën jugoslave, domethënë nuk mund t'i mbash më shumë se 20 vjet burg. E kam qenë në Pozharevc, kanë qenë situata shumë të këqija, bile kur filluan bombardimet, isha i vetmi burgosur politik në Pozharevc, edhe vetë mua nuk u morën me më kthy në Dubrovë. Në Dubrovë që i kanë kthy. Kanë thonë kanë qenë edhe disa burgosur tjerë ordiner, që kanë qenë burrat mirë edhe ata, po
I ka shti hallin burga për vrasja, për punë vete që kanë qenë, shqiptarë të cilë kanë qenë, kemi qenë një 7-8 aty, kemi kaluar shumë mirë, me ta po ka qenë rrezik i madh. Ka qenë rrezik, ndryshoi edhe regjimi më një herë, regjimi ndryshoi. Tash nuk e dija atë do të likvidojnë, siç ndodhi për shembull me Dubravën. Por fatkeqësisht nuk ndodhi ajo. Shpëtova i gjallë, dola i gjallë. Edhe u ktheve një ditë. Po ktheva në shtëpi. Kur u ktheve, ku i ngranove? Ku e shihje veten apo ku e gjete veten? Dhe gjao, ne kom pasur si synim edhe kam menduar që si dal nga burgu du të kry fakultetin. Edhe atë vit u regjistrova në fakultet me njerë, dhe më thonë përfundova mandej në tetor 2001-ës, dhe më thonë u regjistrova, se dola në mars, në tetor u regjistrova, në qershor të 2006-ës diplomova. Letërsinë dhe gjuhën. A u bënë student i mirë? Shqipe. Kam qenë i mirë, por kam pas nota nga 6 te 10. S'kam refuzuar. Gjitha i ke pas. I provove të gjitha në po letërsi dhe gjuhë, ha? Letërsi dhe gjuhë shqipe. E thithje, sigurisht, me shumë dashuri të madhe, diçka që po, ka qenë. Edhe ishe para përgatitur në. Ishe para përgatitur. Nuk kam qenë i keq edhe për juridik, po nuk e di ashtu, s'm binte në mend atëherë kur ja fillova po mirë. Po të drejtë me ta thënë, me nërë mas daljes time nga burgu, përpos njëkohësisht fakultetit, mandej u aktivizova edhe në shoqatën e të burgosërve politik, u zgjodha sekretar, edhe një vjet e gjysmë kemi pas aktivitetet e shumta, e kemi sensibilizuar opinionin, e kemi reaktivizuar degët e shoqatës në përqytete, kemi bërë protesta, debatin televizive me plot edhe ndërkombëtar, duke i bërë trysni që të lirohen pengjet, përkatësisht të kthehen në Kosovë, se pa të mbetur rreth 2018, dhe më thonë kur kanë dalur nga burgu edhe 2000 shqiptarë kanë qenë në përburgjet e Serbisë. Edhe njeriu nuk ndjehet mirë që po lirohesh ti, sepse po mbesin ata atje brenda dhe nuk ju dihet fatit tani tyre se çka po bëhet. Do të thonë 2 vjet më kanë shkuar kështu, po 4 vjet kam qenë në shoqatë burgosore politik. Mandej kohë pas kohë vinin fëmija, njëra vajzë, tjetra vajzë, me jetën duke marrë. Në jetën politike u ingranova apo s'u ingranova fare? U ingranova, por kam qenë me kryeministrin e sotëm, kam qenë me një qeli me te dhe A ke qenë bashkë me Albinin? Me një qeli kemi. Në një qeli? Një 6 muaj, me një qeli kemi qenë. Njeriu të fundit të cilët i kam thënë ditën e mirë ka qenë Albini. Sa i mbeti atje akoma? Po mbeti atje. Ai lirua në dhjetor të 2001-ës, unë në mars. Edhe kur doli nga burgu me aktivitetin, ka qenë një organizat Kosova Action Network, rrjeti i aksionit për Kosovën, të cilën e kanë themeluar 3 gra të huaja, të cilat kanë bërë protesta në vende të ndryshme të Evropës për pengjet shqiptare në përburgjet e Serbisë. Mandej ja kemi filluar të bëjmë aktivitetin na. Në më thonë Albini, Liburni, Hyseni, Gjelali, e plot të tjerë të ri. Pas ke qenë vetëvendosje? Vetëvendosje themelu. Tani e themelu vetëvendosje në 2005-ën, në 2010-ën morëm pjesë për herë të parë në zgjedhje, nuk u zgjodha deputet, dhe është dorëheqje dhe sot, nga jo ditë deri sot jam pa parti politike. Pa parti politike. Na ke tregu diçka të bukur që se flitet shumë, edhe kemi me shumë kurrështje. Gjatë aty në 6 muajve me Albinin, si e njohë Albinin? Albinin e kom njohur me procesin gjyqësor të tij. Domethënë, kur kanë qenë ky si antar i kryesisë Unionit Studentëve atëherë, mjetet e informimit i lexoja. Kishe dëgjuar për te veç? Po kisha dëgjuar edhe atëherë kur ishte 97-ën kisha dëgjuar për te. 97-ën. Unë kisha lexuar, kisha dëgjuar për te. Edhe kur dëgjova që e kanë sjell tash në burgun e Požarevcit, një gardiani i cili ka qenë dhëndër nga Požarevci ai, po dhëndër i Lipjanit, që ka pas nusën këtu me një serbet të Lipjanit. Tani ma edhe
e kom pasmush një pako me libra, Albinin. Në më thonë, kanë qenë 20 libra, 25 libra, edhe e ka që prej një pavionit, të izolimit ku kam qenë unë, ja ka që Albinit në pavionin e 6. Bile ka pas përmen para një 10 dishka vjete, të të gëzimi jem maj modhin burë ka qenë kur i kom morën një pako me libra prej Rizës që i kom morën. Që ka qenë, po, se vërtet në burg nuk ke libra, ati shko është libra, su kur sot drinija që kanë këtu farë telefonat e menqëre, iPad-at, kanë qenë, librat kanë qenë për një ajo gjëra ma interesante. Pastaj edhe të rritet pasioni me lexu, e lexon njës se si ushqimi, oreksi rritet duke ngrënë, edhe leximi, duke lexuar rritet oreksi me lexu. Po, në Pozharevce, edhe në Pozharevce jep këtë intervjistën e famshme, a? Dëgjam, aja nuk ka qenë intervjista, aja ka qenë i rasi... Po e që intervjiste, ke qenë aty? Kam qenë, po kam qenë, unë se kam parë, sepse kam qenë në izolim. A ke qenë izolim? Në izolim, se s'kam qenë atë pavionin aty. Me Albini kemi qenë, me një burë kemi qenë një vjetë, po s'jemi parë, po për mu pojëm, po 6 mujtë e fundi, që kena qenë me një qeli... A me një qeli pastaj? Me qeli ka qenë, ajo një dhomë pak me madhe, ka qenë 5-5, aty kemi qenë së bashkë. Shumë veta. Shumë veta. Çfarë bisedonit më shumë? Albini është shumë universal, është edhe atëherë ka qenë shumë informuar, shumë, por është njeri i qastë, din në moment me dhënë përgjigje të shpejta të sakta, por din edhe të rregulloj atmosferë. E rregullon atmosferën, është mirë. Bisedonin për gjithë shka. Bisedonin për kohën sa ka qenë ai në organizimet e studentëve të Unioni studentëve që ka qenë. Tani paknaqësitë e tij me liderët të cilët kanë qenë atë kohë, e gjitha synimet e tija. Dëgjoj, tashti aty kemi qenë thuja se 24 orë bashkë për shumë çka kemi folur. Po. Kemi folur ndoshta edhe për letërsie, për poezie, për gjithë. Unë kam shkruar nga pak sa isha atje në burg, edhe për gjithë shka, për romane të ndryshme, për gjitha. Për filozofi, për politikë, për... Po. Mas krejt sa i Golgote, një djali ri, 14 vjetë burg të pandërprerë, me shiqur realisht të rrallë kanë qenë ata, bacat dhe me disa, se në më thonë kanë bajt njerëzitan burg shumë, ose ka qenë edhe Mulla Ram Govori që ka majt në vazhdimësi e kështu, po të rrallë në vazhdimësi, plus një djalë shumë i ri. Mas krejt sa i Golgote, a je i lumtur për ditët e sotme? Po. Dëgjë, jam i lumtur mas pari me familjen time, se vërtet kam një familje të mirë, një rreth të mirë. Nuk jam i lumtur me situatën politike dhe Kosova që është sot kështu. Sepse me gjithë ata shokë të burgut të cilët edhe ata kanë qenë ka 20 vjeç, 23 vjeç, 24 vjeç, kanë qenë studentat të vitit 3, vitit 4, kur kanë rënë në përburgje. Kryesisht shkëlqyshëm. Shkëlqyshëm kanë qenë të gjithë, po. Edhe të gjitha ato idealet e tyre kanë qenë për diçka tjetër, e jo veç për kështu. Njeriu zhgënjehet, por të drejtë me të thënë Brenaim, disa njerëz unë as nuk i shikoj, se nuk janë faktore dhe tani s'pëdu me më bo këtu i thotë, si thotë popli, e ma mirë është disa gjëra mos mi dëgju fare. Që sot duke ardhë, para se të vi këtu, emrin s'pja për mene, thot kombi Kosovar. Aja që ti. Bre. Aj Serbi ka dashur ashtu, bile në thështe, ju jeni shqiptari, ata janë albanci. E ky, pa e shti askush, me thonë njëm Kosovar. Nuk e ka ndorë, nuk rregullohet. Po pedi që se ka e kemi në gjenë, e kemi fuqin. Fuqia e dashuris për lirin ka më mbi zotru edhe mbi matë keqen të mundshme. Sepse sa kemi vujt, sa gjak është derdhë këtë vend, sa gjenerate kanë dhonë jetën që të mbrim këtë ditë. Sigurisht nuk jemi të knashur me aftushëm, po... me një, sa generatat, në natona, duke vizituar burgjet sërbe, përkatësisht neve në për burgjet sërbe, kanë thonë një kanem, hemër e burg floka dalë, edhe në 2000 ju dollën krejt burgjeve të mëdhoja floka. Ju dolli floka? U kalën vet i kalën. Vet i kalën ata.
Ishte kënaqësi që të kishim musafir. Shumë faleminderit. Na ke thënë gjëra të bukura. Edhe unë jam dje bashkë mirë, një bashkëbisedim ka qenë shumë i mirë. Një temë e ndjeshme. Unë kam dashur rrëfimin sonte. Faleminderit shumë. Kam ardhur nga ti sepse njih me më mëti dhe e di kush je, çfarë familje ke, edhe kam ardhur. Faleminderit. Riza Gjakli, nuk do ta përfundojmë pa e përshëndet edhe një njeri që s'jeton më, që ishte rënja juaj, që ka bërë shumë për shqiptarët e për shqiptarin, e që ju kam taku bashk. Dhe shqyqur që një dit e keni shi ju bashk lirin, ai dikurin djekur, por që ka bërë shumë në Amerikë, gjithandej, Rejgj Gjaklin, bashkë me zonin e ti, doktoreshën Shpresën, që edhe në momentet e fundit jetës ka bërë diçka e të bukur për Kosovën. Përmes teje du t'i falenderoj ti duar të kasta ta, edhe ty falenderoj që je bo lidhja e fortë për një sjellje në Kosovë në ditët e nevojshme për Kosovën. Kurse ty, zotri Riza Gjakli, falenderoj nga zemra që ishim musafir dhe na ke dhënë një rrëfim nga më të bukurit. Në këtë rrëfim njerëzit do të lexojnë se si duhet më u sjell ndaj dheut, nuk jesh gënyer asnjë moment me thonë çka më gjet mu, pse jam shqiptar, çka më gjet mu, pse jam një djalë kosovar, një djalë i Kosovës që pretendoj lirin, po mendimin e ke pas aty, momentit ka gjetë aty dhe ka vazhdu furishëm e fuqishëm me plot idealizëm shqiptar. Shumë falenderit. Shumë falenderit. Shumë falenderit. 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 Falenderit.